Shpesh në jetën tonë, ne e krahasojmë veten me të tjerët dhe ndjejmë sikur kemi mbetur mbrapa. Por e vërteta është se çdo njeri ka të ritmin e vet unik. Shpeshherë, presioni i shoqërisë dhe i rrjeteve sociale na bën të besojmë se nëse ne nuk kemi arritur disa suksese në jetë deri në një moshë të caktuar, kemi dështuar. Por ky është thjesht një iluzion. Asnjëherë nuk je vonë për asgjë. Ti thjesht je në një fazë tjetër të procesit tënd. Dhe procesi yt është në rritje. Ashtu si ajo pema që kërkon kohë të lëshoj rrënjë përpara se t'jap frutat, edhe hapat që ti po bën tani. Edhe nëse ty të duken të vegjël, janë shumë thelbësor. Nëse diçka nuk po të ndodh tani ashtu siç e do ti, nuk do të thot se nuk do ndodh asnjëherë. Do të thot që ti po përgatitesh për të mbajtur atë suksesin kur ai pikërisht të vi. Jeta jote nuk është një garë me të tjerët, por është një rrugëtim me veten tënde. Pra je pikërisht dhe eksaktësisht aty ku ti duhet të jesh për të mësuar leksionet më të rëndësishme për jetën tënde. Pra mos e gjyko veten nga kapitulli i dikujt tjetër. Shijoje procesin sepse pikërisht aty ndërtohet karakteri yt.